A merr çdo herë me kaq qetësi edhe a hyn këtë pjesë edhe profesionit cilin ti e bën, apo ndikon edhe feja? Shiko, përpara nuk e kam marrë, ma e re nuk e kam marrë me kaq qetësi, më kanë shqetësu fjalët e të tjerëve. Mirë po, kur e kam kuptu një prej mësimeve, studimeve të mia, thot që urrejtja edhe besimi nuk rrin me një zemër. Ose duhet me largu urrejtjen, ose me largu besimin. Nëse sheh keq, e keqja është në zemrën tënde. Nëse sheh mirë në jashtësi, e mira është në zemrën tënde. Prandaj i marr çdo gjë me qetësi. Kur jemi te kjo pjesë, brendësia e njeriut, ti thu se është armiku apo miku i tij? Po tash më varet si na e edukojmë. Gjithmonë ekziston e keqja dhe e errta dhe drita. Sa ma shumë në zemër tonë, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, thotë zemra është një vend ku vetëm Zoti ka dëshirë me nejtë. Dhe nëse Zoti hyn në zemrën tënde, e keqja kur nuk ka me mund me depërtu. Vjen dikush me energji të keqe, sjell ani që është mysafir, sjell një gusht, një shtrëngim në zemër, një person që nuk mund ta shikosh drejt në sy, ajo do me thonë që ka një energji të keqe. Unë ata kam ngushtu zemrën hala. Unë po mundi me të shiku në sy edhe po të thonë mashallah prej se në momentin kur hyre. Zonja Iqbale, çka është diçka që njerëzit e thonë për ty, po që nuk është e vërtet? Po shiko, ata thanë, çdo kush për veti mundën me thënë për mu, po që nuk është e vërtet, jo, çka dohet thënë, për mu nuk është me rëndësi çka tjetri mendon për mu. Për mu është me rëndësi çfarë unë mendoj për tjetri. Por për fëmijët e mi nuk e kisha preferu që të vazhdojnë jetën këtu në Kosovë. Pse? Sepse unë për veti që nga rinia ime, prandaj tash jam ma e qetë, pas gjithë atyre sprovave, mirë po nga rinia ime për shkak padrejtësive që më janë bë, për shkak bindjes time fetare, për shkak dukjes time se kam qenë e para që e kam vendos shamin në kohën e komunizmit, ka qenë shumë e vështirë. Jam e para që kam shkuar e kam kry medresën Alaudin në Prishtinë. Jam e para femër me shami që e ka marrë patent shoferi në vitin 1986. Atëherë ka qenë e pamundshme një grua me shami të bëjë ato si mësimet i marrë nga një instruktor mashkull e që s'ka pas. Ndërka që fëmijëve të mi nuk i shoh ata të fortë me u ballafaqu, sepse kanë vujt edhe ata për shkak meje shumë. Për shkak misionit tim, për shkak emrit tim, për shkak mbiemrit tim. Unë fëmijët i kam të gjithë janë të shkollum, janë të mençëm, i punojnë, mirë po ata nuk po e shohin veten këtu. Për fat keq, ndoshta mu pleqëria këtu do të më gjeje vetmuar. A fëmijëve i kam thënë në momentin kur gjeni rastin më të mirë, largohuni nga Kosova, sepse këtu nuk shoh drejtësi. Nëse një grua dhe një nën e fortë si ti, aso kohë ka arrit me ja dal në gjithçka. Atëherë pse ti nuk arrin me bin fëmijën tënd që duhet me qëndru në Kosovë? Po mendoj që nëse fëmijët e mi largojnë nga Kosova, me siguri se unë kam me qenë ma e fryqme. Për mi bind ata e kanë jetën e vetë, unë jam muslimane, unë jam shumë demokrate, unë jam prind autoritativ,